Mbi 90 artistë dhe DJ nga e gjithë bota e kanë kthyer Bregdetin e Ranës së Hedhun në një qendër të muzikës dhe argëtimit. Mira të rinj nga çdo cep i rruzullit janë bërë pjesë e festivalit të muzikës elektronike që mbahet nga 5 deri në 10 qershor në 3 skena të vendosura në Bregdet: Main Stage, Pine Stage dhe Beach Stage. Report të vëndoq nga afër mbrëmjen e 6 qershorit me performancat e parueshme të Soul Case, Kep dhe Sasho Uzun. Atmosfera është elektrizuese, një përzierje e adrenalinës dhe lumturisë të rinjve. Është era ime e tretë këtu në Unum dhe çdo vit më duket më i mrekullueshëm. Muzika është fenomenale dhe natyra e Shëngjinit është perfekte për një event të tillë. Jam këtu për herë të parë dhe jam e mahnitur. Atmosfera është unike, muzika nuk ndalet dhe gjithçka është perfekte. Nga organizimi dhe natyra e bukur me det e mal. Super organizim po bëhet, duke na dhënë mundësi që të argëtohemi në mënyrën më të mirë. Gjithçka është perfekte dhe po kalojmë shumë mirë këtu në Shëngjin. Është një zonë e mrekullueshme dhe një organizim perfekt që ja vlen të jesh këtu për të kaluar disa ditë ndryshe, pasi atmosfera është super. Jam këtu prej 2 ditësh dhe po kalojmë shumë mirë. Po bëjmë plazh dhe po shijojmë këtë festival të muzikës elektronike. Atmosfera që është krijuar është e papërshkrueshme dhe vërtet ja vlen të marrësh pjesë në një event të tillë. Ata këndojnë dhe kërcejnë deri në orët e para të mëngjesit, në ritme deep house, techno dhe minimal techno. Unum Festival mbahet për të 6 vit radhazi dhe është më tepër se një event muzikor për të rinj. Është një platformë që promovon artin dhe turizmin në një plazh fantastik, me det dhe mal, siç është Rana e Hedhun në Shëngjin.